të kërkosh një kirurgu të operoj pa bisturi, domethënë tingëllon krejtësisht absurde. Pa diskutim po. Ose ta zëm të presësh që një inxhinier të ndërtojë një ur pas një mjet matës. Është qesharake. E megjithatë, çdo shtator, një skenar po aq jo logjik luhet një heshtje kudo. Mira fëmijë që shkojnë në shkollë pa mjetet bazë. Fiks. Fëmijë që dërgohen në shkollë pa mjetin e tyre të vetëm të punës, pa një fletore, pa një laps, dhe sot, në këtë analizë thellë që po bëjmë, misioni unë është të zbërthejmë pikërisht këtë pengesë të fshehur në edukim. Dhe se si zgjidhja mund të vinë nga komuniteti, nga prindrit, nga bizneset, kemi disa të dhëna shumë interesante sot nga projekti Dhuro pajisje shkollore. Sakt. Sepse, zakonisht kur ka biseda për arsimin, ekziston kjo tendencë për të menduar vetëm për gjëra gjigante. Reforma kurikulare, buxhete me shifra stratosferike, Inteligjenca artificiale në klasa e të tjerë. Po pra, është pak si të shikosh një makineri super të ndërlikuar dhe të mendosh dëgjoj, e vetmja mënyrë për ta ndrequr është të ndrosh gjithë motorin. Por sot, po shohim se e ardhmja një nxënësi shpesh nuk pengohet nga mungesa e një ligji të ri. Pengohet nga mungesa e një çante, dhe ky është një nga ato paradokset më magjepse të zhvillimit shoqëror që un kam hasur. Se thua kështu? Sepse kemi këtë supozim të heshtur, pothuajse të rrënjosur thellë, që problemet e mëdha dhe të frikshme kërkojnë detyrimisht zgjidhje po aq të mëdha, komplekse dhe të kushtueshme. Domethënë mendojmë se varfëria do zgjidhet vetëm me një plan kombëtar zhvillimi. Fiks, varfëria, pabarazia, braktisja e shkollës, këto janë terma makro, dhe nga që janë aq të mëdha, ne përjashtojmë mundësinë që zgjidhja të fillojë me diçka kaq banale sa një stilolaps. E kthejmë lapsin në mjet padukshëm, sepse e kemi çdo ditë para syve. Eksaktësisht, por në thelb, ajo që ndodh në atë klasë mes fëmijëve është një mikrokozmos i pabarazisë strukturore. Tani, prit pak, sepse në pamje të parë, unë vetë ka menduar se problemi këtu është thjesht praktik. Domethënë, fëmia nuk ka ku të mbajë shënime, nuk ka mjetin fizik për të zgjidhur ekuacionin e matematikës. Një pengesë mekanike, le të themi. Kështu mendohet rëndom, po. Por nga burimet e sotme, jam i bindur se dëmi vërtet ndodh shumë më herët. Ndoshta para se mësuesit hap gojen për të shpjeguar mësimin. Çfarë i ndodh mendjes së fëmijës në atë moment? Shiko, dëmi mekanik është thjesht simptoma vizuale. Ajo që ndodh në të vërtetë shpjegohet me atë që psikologët e quajnë teoria e ngarkesës kognitive. Ngarkesa kognitive. Mund ta sqarosh pak këtë? Për ta thënë thjesht, truri i njeriut dhe sidomos truri i një fëmie ka një kapacitet të limituar vëmendjeje. Kur një nxënës hyn në klasë dhe sheh të gjithë moshatarët me fletore të reja, ndërsa i vetë s'ka asgjë. Tamam. Truri i tij nuk është tabela e mësimit. Pjesa dërmuese e asaj vëmendjes e atij kapaciteti mendor konsumohet menjëherë nga ankthi, turpi dhe strategjitë e mbijetesës. Wow, domethënë ai mendon si të shfihet. Po, ai po mendon kujt ti lutem për një flet ose çfarë do thot mësuesi. Kjo është vërtet e rëndë kur e mendon. E di si më duket kjo. Është si ai momenti kur përpiqesh të shkarkosh një skedar shumë të madh dhe të rëndësishëm në kompjuter dhe kompjuteri bllokohet. Fiks. Sepse në sfond po xhiron një antivirus që të merr 90% të procesorit. Kompjuteri duket sikur po punon, por në fakt ka ngrirë fare. Është një analogji fantastike. Pra, fëmia është aty fizikisht i ulur në bank, por nuk po e përthith fare matematikën apo gjuhën. Procesori i tij mendor është i zënë duke menaxhuar stigmën e varfërisë. Dhe kjo e ndryshon totalisht mënyrën si duhet i shohim pajisjet shkollore. Nuk janë thjesht letër dhe boj. Janë mjete që çlirojnë hapësirë mendore. Pikërisht kjo bën dallimin mes mbijetesës në klasë dhe lulëzimit. Krijimi një mjedisi ku fëmia ndihet i barabartë vizualisht me shokun e bankës është një parakusht absolut për të mësuar. Sepse heq atë stigmën. E heq plotësisht, krijon një uniformitet mundësish. Dhe kur fëmia ndihet i pajisur si të tjerët, ai ankth bie në zero. S'kan pse harxojnë më energji duke u fshehur. Fillohet me një qetësi mendore që u lejon të ngrenë dorën e të bëjnë pyetje. Vetbesimi akademik aty fillon të formoset, kur ata vendosin fletoren e re mi bank, njësoj si të gjithë. Megjithatë, ne e dim që jo të gjithë e kanë këtë luks, veçanërisht tani, me rritjen e kostove të jetesës dhe inflacionin. Kur një familje duhet të zgjedh mes ushqimit ose qiras dhe pajisjeve shkollore, këto të fundit bëhet një luks i papërballueshëm. Fatkeqësisht po. Dhe kjo tregon diçka të pakëndshme. Talenti ndoshta është i shpërndar në mënyrë të barabartë nëpër botë, por mundësia absolutisht nuk është.
Dhe ky është momenti ku pasojat kalojnë nga një fëmijë vetëm në nivelin makroekonomik. Nëse një fëmijë mbetet prapa që në klasën e dytë, Thjesht sepse s'kishte laps? po pra, dhe humbet besimin, gjasat që ai të braktisë shkollën më vonë rriten ndjeshëm. Është një qytetar më pak i kualifikuar nesër, një forcë punëtore më pak produktive. Është sabotohet vete ardhmja jonë e përbashkët. Tani, nëse kostoja afatgjat për komunitetin është kaq e tmerrshme, më lër t'jem pak cinik për një moment. Të lutem. Pse nuk shohim male me fletore duruar në çdo cep rruke? Pse nuk është kjo një lëvizje masive e papërmbajtshme çdo shtator? Duhet ketë një blokadë psikologjike që i ndalon njerëzit e bizneset të bëjnë diçka. Ka disa blokada në fakt, sindroma psikologjike që e paralizojnë komunitetin, dhe janë 3 mite kryesore që e mbajnë këtë situatë në vend numëro. Cilët janë këta mite? Miti i parë është bindja se një fletore nuk bën asnjë diferencë. Miti i dytë është ndjesia e pafuqisë, ideja që dikush thot unë s'mund të ndryshoj gjë vetëm, si jam shteti. Po i treti. I treti është efekti i kalimtarit, sindroma ku të gjithë mendojnë në heshtje se dikush tjetër do të ndihmojë. Okej. Dua të ndalem te i pari, sepse këtu ka vend për debat. Shohim shpesh postera me parulla poetike si një laps mund të shkruaj një ëndër. E vërtet, duket si marketing. Fiks, është fantastike për një poster, por logjika e ftohtë e dikujt që dëgjon këtë bisedë do ishte. Dëgjo, një laps kushton 50 qindarka. Është një copë druri me grafit. Ai nuk ndryshon një kurrikulum të keqe, nuk ndryshon varfrinë në shtëpi. Është një arsyetim i zakonshëm? Atëherë si e shpjegojmë që ky gjysmë dollari bën vërtet diferencën mes një nxënësi që dorëzohet dhe atij që ecën përpara? Ky lloj skepticizmi logjik bën një gabim shumë themelor. Përpiqet i vërë një vlerë monetare, një akti që në fakt transmeton vlerë sociale. Vlerë sociale. Po, fizikisht është dru dhe grafit, por psikologjikisht për atë fëmijë, lapsi është një mesazh i koduar shumë i fuqishëm. Kur ai e merr atë nga një fushat komuniteti, ai merr një sinjal. Çfarë sinjali? Sinjalin që i thot komuniteti yt të sheh. Ne besojmë që t'i vlen mjaftueshëm sa të investojmë tek ti dhe nuk do lejojmë të dështosh vetëm sepse të mungon një mjet. Domethënë është vërtetimi, validimi që po të mbështesim. Validimi absolut. Këta fëmijë shpesh rriten me ndjesinë kronike se janë lënë pas dore. Kur një prind tjetër ose dyqari i lagjes u siguron mjetet, ajo barrierë si thyhet. Vlera nuk është e grafiti, është e shpresa e injektuar. Matematikisht, diferenca me 0 fletoreve dhe 1 fletore nuk është thjesht numri 1, është kalimi nga pamundësia në mundësi. Kjo i jep kaq shumë kuptim. Po në lidhje me atë mitin e dytë, pa fuqinë individuale, sepse edhe unë e kap veten ndonjëherë në këtë kurth. Të gjithëve na ndodh. Hapim lajmet, dëgjojmë shifra me miliona për varfërinë dhe një njeri normal mendon, çfarë do bëjnë me 5 çanta të dhuruara? Është një pikë ujë në oqean. Pse ky mendim është i dëmshëm? Është i dëmshëm sepse ignoron se si funksionojnë sistemet komplekse sociale. Ndryshimet masive gjithmonë, pas një përjashtim, lindin si grumbullim i mikroveprimeve. Pra, aksionet e vogla numërohen. Nëse ti blen 5 çanta, nuk e ke zgjidhur pa barazin botrore, e vërtet, por për ata 5 fëmijë specifik, bota e tyre ndryshoi 100%. Dhe kjo na çon te miti i tretë, ideja që dikush tjetër të ta bëjë. Ai supozimi që ekziston një entitet magjik, do një fondacion apo qeveria që e ka për detyrë ta pastrojë këtë rrëmuj. Saktësisht, por komunitetet nuk shpëtohen asnjëherë nga jashtë. Forca vjen nga brenda. Kur ti, unë apo kushdo ndalojmë se prituarit dikujt tjetër dhe bëhemi vet ai dikush. Atëherë le të kalojmë në një territor shumë më praktik. Kuptimi i psikologjisë është hapi i parë, por dëshira e mirë nuk të vendos lapsan për banka nëse nuk organizohet. Ashtu është, duhet veprim konkret. Cila është mekanika këtu? Si i kthejmë këto veprime individuale të prindërve dhe bizneseve në një makineri efikase, nga t'ja nisin? Modelet më të suksesshme janë ato që eliminojnë burokracinë, e bëjnë dhurimin pjesë të rutinës natyrale. Konkretisht, po flasim për aksione për mbledhje materiale shkollore, përpara shtatorit. Si mund ta bëjnë prindërit këtë? Në çdo shkollë ka një grup komunikimi prindërish, një nismë vullnetare aty. Çdo familje që ka mundësi të blejë për fëmijën e vet, blen thjesht një set lapsash më shumë ose një fletore tepër. Domthon, asgjë e madhe financiarisht për atë familje. Fare, por imagjino 50 prindër që e bëjnë,
Papritmas, shkolla ka një fond masiv materialesh për ata që vinë duar bosh. Është elegante sepse është kaq e thjeshtë, po për bizneset lokale, sepse këtu mendoj që bëhet tepër interesante. Të dëgjoj. Imagjino një supermarket lagje që vendos një kuti grumbullimi në hyrje. Unë e shoh një analogji tjetër. Ata nuk po bëjnë thjesht bamirësi, ata po blejnë aksione në të ardhmen e ekonomisë së tyre lokale. Aksione në të ardhme, më pëlqen kjo. Një biznes i vogël vdes ose mbijeton nga shëndeti i komunitetit. Fëmia që merr ato fletore sot, pas 15 vitesh do të jetë arkitekti që do u dizenjojë dyqanin, ose klienti i tyre besnik. Pra, është investim afatgjatë strategjik. Analogjia është tepër e saktë sepse kthimi nga ky investim është enorm, por ka edhe një përfitim psikologjik afatshkurtër brenda lagjes. Çfarë përfitimi? Një kuti grumbullimi në librari krijon kapital social, krijon një kulturë kujdesi. Si e përkufizojmë kapitalin social këtu? Kapital social do të thot besim mes njerëzve. Kur klienti hyn në dyqan dhe sheh kutinë e fëmijëve, nuk e sheh më atë biznesi gjak ftohtë që do veç fitim, e sheh si fqinj, si partner komuniteti. Dhe klienti thot, unë do shpenzoj paratë e mia këtu sepse këta ndihmojnë lagjen time. Fiks, krijohet kjo spirale pozitive e mirësisë. Dhe kjo na çonte në një koncept tepër intrigues, rikonceptimi i patriotizmit. Patriotizmit. Tani krijon gjallë gjithmonë debate, sepse ne jemi mësuar ta lidhim patriotizmin vetëm me historinë, me flamujt e festat e nëntorit. Ndërkohë që patriotizmi i vërtet, ai që siguron mbijetesën e vendit, është praktik, nuk ka formë më të lartë patriotizmi se sa garantimi që gjenerata e ardhshme nuk do dështojë nga mungesa e kushteve bazë. Pra mbështetja e shkollës. Po, kur një biznes apo prind vendos atë kutinë e vogël, po demonstron një patriotizm aktiv e të përditshëm, pa takime të gjata e pa burokraci. Është e jashtëzakonshme se si ky diskutim na bën të rimendojmë gjithçka. Ne nisëm me idenë se problemet në arsim duan vetëm miliona, dhe po përfundojmë se zgjidhjet e fuqishme fshihen te veprimet e vogla. Te një fletore dhe një laps. Pam ngarkesën kognitive që vret vetbesimin. Rrëzuam justifikimet paralizuese dhe treguam mekanikën e saktë si çdo prind a biznes mund të kthehet në katalizator. Çfarë pamje e përgjithshme del nga e gjithë kjo analizë sipas teje? Unë besoj se pamja e përgjithshme është një thirrje për zgjim. Nuk mund të presim pasivisht. Dhurimi i pajisjeve pastron hapësirën mendore të fëmijëve, ul hendekun e pabarazisë dhe na jep një instrument për të treguar patriotizëm të vërtet. Një gest minimal rikalibron jetën e një njeriu. Dhe ky është thelbi ku e gjithë kjo duhet të kthehet në veprim, sepse analizat psikologjike vlejnë 0 nëse mbeten fjalë në ajër. Mesazhi është i qartë për kushdo që dëgjon këtë bisedë. Nuk duhet pritur shtatori i ardhshëm. Ju të muaj, mos prisni dikë tjetër. Merrni iniciativën. Flisni në zyrë me këshillin e prindërve, me supermarketin poshtë shtëpisë. Çdo fletore mbart një mesazh jetik. Është fjalë për fjalë investimi më inteligjent i shoqërisë. Është ndërhyrje kirurgjikale komunitare që parandalon një dështim sistemik. Sakt. Po, dhe për ta mbyllur sot, kam një mendim që po e bluj në kokë që kur po flisnin për atë trurin e fëmijës në ankth. Nëse ardhmja jon varet nga gjeneratat e reja. Padyshim që varet. Atëherë, unë lë këtë pyetje pezu. Sa ide të mëdha shkencore, sa zgjidhje gjeniale për problemet e komunitetit ton, apo sa vepra arti tronditse, janë aktualisht të bllokuara në mendjen e një fëmije të pafavorizuar, duke pritur vetëm dikën nga ne që t'i japi një stilolaps për t'i shkruar. Kjo është diçka për ta mbajtur mend kur të shihni një laps thjesht herën tjetër. Kjo ishte e gjitha për këtë analizë të thellë, shihemi